Përshëndetje vajzat e mia, kudo që jeni, kudo që u kanë netarua. Kjo video është një video për ata persona që më kanë thënë vazhdimisht, on Nataro, na bëj një video me 3 ditët e dritës. Edhe unë po e bëj, përderisa më keni shkruar disa herë, jo një herë, po u uploadsoj të dëshirë. Okej? Po marrim një frymë thellë, pastaj flasim ngadalë fjalët që në Netaro do thotë. Sot them amin. Amin për qetësinë që po vjen në jetën time. Amin për dritën që nuk më lë kur vetëm, as kur hesht, as kur lotoj. Sot ndalem, dëgjoj frymën time dhe ajo më thot, mos ki frikë, gjithçka po ndodh për ty, jo kundër teje. Nesër, universi do më dërgoj një shenjë, një kujtim, një fjalë, ose ndoshta një person që më kujton se jam e bekuar. Unë do ta njoh atë shenjë, sepse do më ngrohë zemrën. Pas nesër drita ime do të ndriçoj më fort se kur. Do të zgjohem me qetë, me sigurt, me dashur. Me dashur me veten. Nuk pres më që dikush të më shpëtoj, sepse drita ime është tashme. Më shpëton vetë. Nëse ndjen këtë energji, lë një amin, ose një shenjë që ti po e dëgjon, një koment. Diçka që drita jote të bashkohet me këtë dritë që në Netarua ka ndezur. Në këtë moment, ne japim një shenjë. Marrim një frymarrje të qetë, pastaj themi me një zë të butë. Unë jam dritë, unë jam paqe, unë jam dashuri. Amin. Më pas, bëjmë një pauzë të thjesht, të shkurtër, dhe themi, është diçka diku 30 sekonda. 30 sekonda, një pushim i shkurtër që drita të hyjë brenda teje. Dhe themi, sot them amin. Amin për dritën që po vjen. Amin për qetësinë që po më mbush. Nesër universi, këtu do me thënë, nga amin me qetësinë që po më mbush, do bëni një pauzë të shkurtër. Një pauzë që të mbushem me frymë, me dritë. Okej? Dhe themi përsëri. Nesër universi do më dërgojë një shenjë, një fjalë, një ndjesi. Që do më kujtojë se jam e bekuar. Marrim frymë thellë përsëri dhe themi, nuk pres më që dikush të më shpëtojë. Drita ime po më shpëton vetë. Nëse ndjen këtë energji, e lëm përsëri një amin me veten tonë, ose shkruajmë një koment përsëri aty ku ti e dëgjon. Një shenjë që të bashkohet drita jote me dritën që ne kemi ndezur. Pra, e përfundojmë këtë dhe themi, amin. Me një buzëqeshje që ne na bën të ndihemi të relaksuar apo të qetësuar. Dhe vazhdojmë. Dhe vazhdojmë me pjesën e tretë. Në fakt, këto duhet të bëhen 3 video. Okej, duhet të bëhen 3 video, por në Netarua e bën në një që ju të mos të orientoheni, të keni të gjitha në një vend, në një video të vetme. Mund ta bësh këtë videon, ta shpërndash diku ku dëshiron ti, nuk e di, që ti ta dëgjosh herë pas here dhe ta bësh 3 ditë rresht. Okej, 3 ditë rresht këtë video. Themi përsëri, sot them amin. Amin për dritën që po më vjen. Për dritën që unë shikoj. Amin për qetësinë që më përmbush. Universi nesër do më dërgoj një shenjë, një fjalë, një ndjesi, që do më kujtoj, unë jam e bekuar. Nuk pres nga dikush të më shpëtoj. Drita ime më shpëton vetë. Nëse këtë energji, nëse këtë
shenjë e ndjen brenda vetes kur ti e thua me veten tënde, aty ti ke shpëtuar veten nga diçka, nga një bllokim apo diçka tjetër. Nëna e Tarua do të thotë këtë gjë për arsye sepse kjo është një këshill për ata që kanë kërkuar, një këshill për ata që e kërkojnë vazhdimisht këtë lutje. Këtë lutje duhet ta bësh 3 ditë rresht, nuk është e thjeshtë, është 3 ditë rresht, të marrësh dritën e qiriut, të marrësh një shkop pastrus ose një kanell apo diçka dhe ta ndezësh në këtë pozicion që Nëna e Tarua e ka ndezur dhe ta thuash 3 ditë rresht këtë lutje që Nëna e Tarua po e mëson për ty këtë moment ose po e tregon këtë moment për ty. Zëri nga që është dhe ky tymi dhe është një tym pastrus nga energjitë që unë kam marrë gjatë ditës, nga parashikimet që unë kam bërë gjatë ditës, dhe çfarë po më bën? Po më pastron. Po pastron kanalet e mia nervore. Pse? Sepse gjatë ditës unë jam ngarkuar vazhdimisht me energji të ndryshme. Dhe ti çfarë po bën tani? Këtë moment që po dëgjon këtë video, je përshtatur 100% në energjinë tënde, sepse ti je ajo që kërkon dritën tënde, ti je ajo që kërkon të dalësh nga ajo drita që ti deri më sot ke qenë bllokuar, ose nga errësira më saktë. Pra, kjo energji, kjo muzikë që është tani këtë moment, të bën ty të shërosh shpirtin, të gjesh dritën dhe të ndryshosh energjinë tënde në krejt trupin tënd. Pra, ti këtë moment duhet ta dëgjosh me vëmendje çdo fjalë dhe të thuash faleminderit univers, okay? Faleminderit univers që ti po më sjell dritën në jetën time përsëri. Un jam e bekuar, un jam dritë, un jam vetvetja në besimet e mia. Pra ti këtë moment i ke thënë 3 fjalë magjike në 3 ditët e tua. Do me thënë që ti këtë moment je duke kërkuar bekimet ndaj universit, ndaj vetes, dhe i thua vetes tënde gjithmonë: unë jam paqe, unë jam dritë, unë jam dashuri. Amin, amin, amin. Uroj që universi të përshtatë çdo lutje që ti bën. Kjo video në jetën tënde dhe në profilin tënd nuk është rast, domethënë i rastësishëm. Pra, dëgjoje frymën time që ajo thot: mos ki frikë, gjithçka që ndodh për ty, jo kundër teje. Ju uroj Nëna e Tarua një ditë të mbar. Ju uroj Nëna e Tarua kudo që të jeni të bekuar me dritën e universit. Ajo dritë që ty të shpëton nga çdo sy i keq apo nga çdo energji negative.